Përshëndetje gjithë dhe mirë se keni ardhur në ekranin e Reporterëve, jemi në edicion informativ të orës së 17. Do njoh fillimisht me zhvillime kryesore deri më tani. Në shënimet e javës në podcastin Flasim, kryeministri Rama ju rikthye këtë të diel edhe një herë qëndrimeve për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, por këtë herë për pasojën e vendimit që sipas tij krijohet në lidhje me arrestin e varësve të saj. Rama tha se që pas vënies në arrest shtëpie të dy drejtorëve të Ballukut, ato të ARSH-s Gjyli dhe të Kesh Elezi, zvendësimi i tyre është i pamundur, pikërisht prej pezullimit të Ballukut. Më shumë se 3.000 telefonata dhe mbi 170 takime të Ilir Metës nga Qelia nuk kanë mjaftuar që trajtimi i tij në burg të konsiderohet sipas standardeve. Avokati i popullit ka nxjerrë një raport detajuar për këtë të paraburgosur, ku kritikon burgun për masat ndaj tij dhe kërkon reflektim të menjëhershëm. 4 takime në muaj, thotë raporti, përbën kufizim të tepruar të së drejtës për jetë familjare dhe të drejtës për të organizuar. Taulan Toma, i konsideruar nga autoritetet italiane si ai duti i Parmës dhe Menovkën Nuf, është arratisur sërish nga burgu. Sipas mediave në Itali, shqiptari 41 vjeçar arriti të largohej nga një institucion me siguri të lartë në Milano, duke shfrytzuar dobësi në sigurinë dhe aftësi personale për t'u arratisur. Ngjarja ndodhi natën mes së shtunës dhe së dielës më 7 dhjetor, kur ai preu hekurat e qelisë dhe doli jashtë duke përdorur çarçaf të lidhur. Më pas u zhduk pa lënë gjurmë. Investimet e huaja direkte në sektorin e medias do të verifikohen nga institucionet shtetërore në mënyrë që të shmanget dezinformimi apo ndikimi i keqdashës nga shtetet prej nga vijnë pikërisht këto investime. Në projekt vendimin e hedhur për konsultim publik parashikohen edhe gjoba të krivura për investitorët e huaj kur nuk respektojnë kërkesat ligjore të Shqipërisë. Një rëshitje masive shkëmbore ka nxjerrë jashtë funksionit ujësjetësin e Mirditës, duke lënë pa ujë të pishëm mbi 9.000 banorë të qytetit të Rreshenit dhe fshatrave. Shemja ka ndodhur në një terren të vështirë malor, vetëm pak kilometra larg vendburimit të ujit, dhe shoqëria e ujësjetësit ka kërkuar ndihmën e ushtrisë dhe emergjencave civile. Putin përshëndet ndryshimet e Donald Trump në strategjinë e sigurisë kombëtare të SBA-s, duke thënë se ato përafrohen me qëndrimet ruse dhe mund të hapin rrugë për dialog mbi Ukrainën. Zëdhënësi Peskov tha se kritikat e strategjisë ndaj Evropës dhe thirrjet për më shumë përgjegjësi të aleatëve përputhen me vizionin e Moskës. Në Evropë, strategjia Trump shkarkoi reagime të menjëhershme. Një garë mbushur me emocionet e jashtëzakonshme fal vendit të tretë arritur në Abu Dhabi, Lando Norris arriti të shpalli për herë të parë në karrierë kampioni Formula 1. Me vetëm 2 pikë më pak e mbylli sezonin Max Verstappen, i cili fitoi çmimin e madh në Emirate, por pas 4 vitesh u detyrua të lëshoj fronin. Vjem tani më gjerësisht institucione kyçe si Autoriteti Rrugor Shqiptar apo Korporata Elektroenergjetike Shqiptare me drejtorët respektiv në arrest shtëpie po ngelin padrejtues për shkak të pezullimit të ministres Belinda Balluku. Ka qenë kjo deklarata e kryeministrit në podcastin e tij Flasim, duke dhënë një tjetër shembull që sipas tij tregon ndërhyrjen e drejt për drejt në punët e qeverisë të një vendimi gjykate. Ministri nuk mund të pezullohet si t'ishte një funksionar publik i çfarëdo lloji niveli tjetër. Në shënimet e javës në podcastin Flasim, kryeministri Rama ju rikthye këtë të diel edhe një herë qëndrimeve për çështjen e pezullimit nga GKK-ja të zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, e cila është marrë pandehur nga SPAK-u për shkeljen e tendera. Këtë herë kryeministri veçoi pasojat që ka shkaktuar në 2 institucione, pezullimi i ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe arresti i 2 varësve të saj. Janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre ndalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe 2 institucione tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. E bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji
nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe drejtën e këtyre emërtesave. Megjithatë, kryeministri u kujdes ta veçonte se ankimimi që ka bërë gjykatë kushtetuese nuk është një betejë politike dhe asnjë kundërvënie ndaj drejtësisë. Ka një devizë, ne e kemi ndjekur si postulat, mos ndërhyjnë punët e drejtësisë. Por nga tjetër, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Në podcastin e kësaj fundjavë, Rama foli dhe për vijimin e operacionit të hapësirave publike, ku veçoi atë që e quajti çlirim të rrugës transballkanike në Vlorë. Më shumë se 3.000 telefonata dhe mbi 170 takime të Ilir Metës nga qelia nuk kanë mjaftuar që trajtimi i tij në burg të konsiderohet sipas standardeve. Avokati i popullit ka nxjerrë një raport të detajuar për këtë të paraburgosur ku kritikon burgun për masa ndaj tij dhe kërkon reflektim të menjëhershëm. Gjatë qëndrimit të tij për mbi një vit në qelitë e burgut 313 në Tiranë, Ilir Meta, figura më e lartë shtetërore në historinë e vendit e arrestuar nga SPAK-u, ka kryer mijëra telefonata dhe qindra takime. Megjithatë, ai është ankuar tek avokati i popullit për trajtim çnjerëzor në burg. Inspektimi dhe raporti i nxjerrë nga ky institucion tregon disa të dhëna interesante. Për sa i takon numrit të telefonatave për periudhën 26 tetor 2024 deri më 18 gusht 2025, zoti Ilir Meta i rezulton se ka kryer 3005 telefonata, me kozgjatje që varion nga minimumi 1 minutë deri në maksimumi 34 minuta. Sipas informacionit të dhënë nga IEVP-ja Jordan Misja, për periudhën tetor 2024, 14 tetor 2025, zoti Ilir Meta i ka realizuar 118 takime me përfaqësuesin ligjor, 3 takime me noter, 49 takime me familjarët, 2 takime me persona jashtë rrethit familjar, në total 172 takime, ose 14 takime në muaj. Problemet për Ilir Metën nisën mbrëmjen e 9 qershorit të këtij viti, ku sipas raportit ai shfrytëzoi kontrollin mjekësor në infermieri për të kryer një telefonat me Tedi Blushin dhe përmes tij ka folur drejt për drejt në një studio televizive. Për këto Meta u ndëshkua duke mos i lejuar më takimet me zotin Blushi dhe duke përjashtuar nga veprimtaritë sportive. Këto masa vijojnë të jenë në fuqi, i than burgjet avokatit popullit, pasi dyshohet se Meta ka tendencë ta përsërisë përdorimin e telefonatës me Blushin për të komunikuar me median. Pas marrjes së ankesës, institucioni i avokatit të popullit ka kryer hetim administrativ dhe ka bërë konstatime kritikuese ndaj administratës së burgjeve. Kufizimi i takimeve të burgosurve në vetëm 4 takime në muaj pa marrë parasysh rrethanat individuale të burgosurve, për shembull distanca familjare, nevoja sociale, statusi shoqëror dhe publik, probleme shëndetësore, apo mungesa e kontakteve të tjera, përbën kufizim të tepruar të drejtës për jetë familjare dhe të drejtës për të organizuar. Ndalimi i vizitave konfidenciale të paraburgosurve me deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe eurodeputet, duke kërkuar miratimin paraprak të prokurorit, vjen në kundërshtim me ligjin dhe standardet ndërkombëtare. Kufizimi i telefonatave nuk është kryer sipas kritereve të parashikuara në ligj. Janë vendosur pengesa të pambështetura në ligj për komunikimin e të burgosurve me median. Avokati i popullit, në raportin drejtuar drejtorisë së burgjeve në fund të nëntorit, rekomandon të merren masa të menjëhershme për të lehtësuar gjendjen e të paraburgosurit Ilir Meta, i cili u arrestua tetorin e vitit 2024 si dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Në Itali ka shkaktuar alarm arratisja e shqiptarit Taulan Toma, një i dënuar me rrezikshmëri të lartë, i cili ka mundur të shpëtojë sigurisë së burgut ku po mbahej. Mediat italiane raportojnë se Toma është larguar pa lënë gjurmë dhe policia ka nisur një operacion të gjerë kërkimi, ndërsa autoritetet po hetojnë mënyrën se si arriti të dalë nga institucioni i sigurisë së lartë. Taulan Toma, i konsideruar nga autoritetet italiane si hajduti i Parmës dhe menofkën UFO, është arratisur sërish nga burgu. Sipas mediave në Itali, shqiptari 41 vjeçar arriti të largohej nga një institucion me siguri të lartë në Milano, duke shfrytëzuar dobësi në sigurinë dhe aftësinë personale për t'u arratisur.
Gjëra ndodhi natën mes të shtunës dhe të dielës në më 7 dhjetor, kur ai preu hekurat e qelisë dhe doli jashtë duke përdorur çarçaf të lidhur, më pas u zhduk pa lënë gjurmë. Sipas hetimeve paraprake, arratisja dyshohet të ketë ndodhur gjatë ndërrimit të turnit të rojave dhe ishte përgatitur deri në detajin më të vogël, gjë që shpjegon shpejtësinë me të cilën u realizua. Mediat italiane ngren ndyshimin se ai doli të kalonte murin e lartë rrethues të burgut dhe nëse ka patur ndihmën e ndonjë bashkëdhetari jashtë. Sipas raportimeve, arratisja u zbulua në mëngjes, kur për kontrollin rutin oficerët e burgut konstatuan mungesën e tij në qeli. Kjo nuk është arratisja e parë e shqiptarit 41 vjeçar Taulant Toma, i dënuar për vjedhje dhe grabitje, me burgim që përfundonte në 2028. Në shkurt të vitit 2013, ai arriti të ikte nga burgu i Parmës, një tjetër institucion i sigurisë së lartë. Atëherë ai iku së bashku me bashkëdhetarin Vamedin Frokaj, i cili më vonë u vra nga një argjendar. Toma u arrestua sërish në Belgjik në shtator të po atij viti. U dërgua në burgun e Latinës, pranë qytetit Liezh, por në dhjetor ai u arratis edhe prej andej. Ndërkohë në vitin 2009 ai kishte mundur të largohej edhe nga burgu i Ternit, ndërsa kjo e kësaj të diele ishte hera e katërt pasi më herët ai kishte dështuar në një tentativë në vitin 2006. Prefektura ka nisur një operacion të gjerë kërkimi, janë vendosur posto blloqe dhe po kontrollohen zonat rurale dhe ato industriale. Megjithatë, ekziston frika se Taulant Toma mund të ketë arritur tashmë të largohet nga zona. Parakalimi i gabuar pas mesnate ka mjaftuar për të nxitur sherrin mes dy të rinjve në Berat, ku njëri përfundoi me plumba në bark dhe tjetri u arratis. Një konflikt që dyshohet se nisi për një parakalim të makinave përfundoi me plagosjen e 37 vjeçarit Fabiel Toska, i njohur dhe si Fabiel Gjindi, banues në lagjen Çlirim të Beratit. Ngjarja ndodhi rreth orës 1 në hyrje të qytetit në lagjen Kombinat. Fabiel Toska po lëvizte me një mjet tip Seat, së bashku me një shok kur një automjet tjetër e parakaloi në mënyrë të rrezikshme. Ai e sinjalizoi shoferin që të ndalonte, në përpjekje për t'u sqaruar 37 vjeçari. U afrua te xhami automjetit tjetër për të marrë një shpjegim, por gjatë një debati me tone të ashpra, shoferi ende i pa identifikuar, qelloi me armë zjarri. Plumbat e kapën 37 vjeçarin në bark, ndërsa i plagosuri u transportua menjëherë në spitalin e Beratit dhe më pas u transferua në spitalin e traumës. Shoku që ishte me të ka shpëtuar pa lëndime dhe ka njoftuar menjëherë policinë. Burimet policore konfirmojnë se as Fabiel Toska dhe as shoku i tij nuk njiheshin më parë me shoferin që qelloi dhe se ngjarja ka ndodhur në mënyrë të papritur si rezultati një konflikti të çastit. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë dhe dëshmive paraprake, konflikti nisi për një parakalim të mjeteve dhe më pas degeneroi në përdorimin e armës. Në drejtimin e prokurorisë së Beratit, grupi hetimor po punon për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Mesditën e sotme një aksident i rënd ka ndodhur në kthesën e Çakranit në Fier, ku një furgon i forcave të ndërhyrjes së shpejtë u përplas me një automjet tip Benz dhe më pas përfundoi në kanal. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar 3 efektiv policie, të cilët u transportuan menjëherë në spital për ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën. Policia bën me dije se rreth orës 11 automjeti Benz me drejtues Ardonelo Izeira, 20 vjeç, banues në Varibob, ka bërë një manovër të gabuar dhe ka goditur nga pas furgonin e FNSH-s. Policia e kryeqytetit ka vendosur në pranka një 34 vjeçar që dyshohet për serinë e vjedhjeve në disa zona të kryeqytetit. I arrestuari Geraldo Zeneli dyshohet gjatë muajve korrik, tetor dhe nëntor, ka thyrë xhamat e 5 automjeteve dhe të një subjekti nga ku ka marrë materiale dhe sende të ndryshme me vlerë. Ai dyshohet të ketë vjedhur 2 biçikleta në datat 20 dhe 29 nëntor, ndërsa policia ka arrestuar edhe 48 vjeçari Gëzim Cani, i cili blinte materialet e vjedhura nga autori. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën edhe disa sende të dyshuara si të vjedhura. Operacioni u ndërmor pas disa denoncimeve nga drejtues automjetesh që ishin viktima të vjedhjeve. Të ndjekim tani një blok lajme shkurt. 2 ministra shqiptar morën pjesë në ceremoninë jubilare në Vatikan, ku u pritën nga Papa Leoni XIV
Ministri i Bujqësisë Andisa Salla dhe ai i Kulturës Blendi Gonxha ishin në audiencën jubilare në sheshin e Shëmpjetrit ku theksua vlera e dialogut, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi mes popujve. Sipas ministrive, vizita nënvizon vullnetin e Shqipërisë për të forcuar më tej marrëdhëniet me Vatikanin dhe për të promovuar vlera që shërbejnë paqes dhe solidaritetit ndërkombëtar. Mbi 150 familje në zonën e ish fabrikës së Çimentos në Vlorë vijojnë të jetojnë në kushte të rënda infrastrukturore. Rruga që kalon pranë banesave të tyre, një segment rreth 500 metra i gjatë, nuk ka njohur asnjë investim prej më shumë se 30 vitesh. Kalimi i automjeteve, por dhe i vetbanorëve bëhet me shumë vështirësi për shkak të degradimit të skajshëm të rrugës. Ata thonë se ndërhyrja e vetme ndër vite ka qenë sporadike dhe kryesisht gjatë periudhës elektorale. Rreth 1000 fëmijë nga zonat rurale të Lezhës u surprizuan këto ditë nga ardha e babagjyshit të vitit të ri, i cili shpërndau atyre pako festive. Elfët e organizatës Round Table Albania udhëtuan në disa shkolla të njësive administrative për të ndarë dhuratat e përgatitura nga bashkëmoshatarët e tyre gjerman. Pakot festive u shpërndan për fëmijët e moshave 3 deri në 11 vjeç në shkollat e njësive administrative të Bashkisë Lezhë. Një 36 vjeçar me inicialet PN i shpallur në kërkim me mas siguria arrest në burg nga gjykata e Durrësit është arrestuar sapo ka hyrë në Shqipëri në pikën kufitare të Kapshticës. Ajo është i dyshuar për veprat penale, dëshmi rreme dhe futja e sendeve të palejuar në IVP. Një 20 vjeçar është arrestuar nga policia pasi në një rrjet social hapte profile false dhe gjatë komunikimeve me persona të ndryshëm siguronte atyre foto personale me të cilat i shantazhonte duke kërkuar nga 500 deri në 1000 euro në këmbim të mos publikimit. Policia e ka të dokumentuar një rast ku në datat 5 dhe 6 dhjetor 2025, 20 vjeçari Erion Mejdani në mënyrë të përsëritur ka përfituar shumën e 750 eurove nga një 36 vjeçar. Mirë, do të kem tani në një komunikim të drejt për drejt kolegun Ernest Koçi pikërisht për ndeshjen që pritet të zhvillohet derbi Tirana Partizani pikërisht në këtë moment ku do të na jap informacione të mëtejshme kolegu Ernest Koçi. Ernest, përshëndes. Ermal, përshëndetje, ndodhem para stadiumit Air Albania, i cili sot do të mirëpres derbin e madh të futbollit shqiptar. Si duket, kjo fjala i madh i ka mbetur tashmë vetëm në letra, pasi sot ndoshta lë për zhgënjyer fakti që ka shumë pak tifoz për ta ndjekur këtë ndeshje që në të kaluarën ka qenë me të vërtet një emblem e futbollit shqiptar. Mbaj mend për shumë vite që e kemi ndjekur hap pas hapi kampionatin ton elitar, ka qenë një ndeshje e cila e ka mbushur në disa raste edhe në maksimum shkallët e stadiumit Air Albania kanë qenë mbi 20.000 tifoz, ndërsa sot sipas burimeve do të jenë jo më shumë se 4.000 tifoz. Qëndro këtu me mua sot. Tirana në vend fundit, po sot derbi. Çfarë pritshmërish ke? Mendoj se sot do fitojë Tirana, kam i parandjenjë se Tirana do fitojë sot. Prapë në vend fundit, ti nuk e ke lënë skuadrën vetëm sot. Jo, se kam lënë, gjithmonë nuk e le. E kam gjak Tirana. Si e bërë me Tiranën? Që i vogël më ka bërë babi. Tirana është mësuar gjithmonë që të luftoj për titull, për trofe, por tashmë duhet të sigurojë mbijetesën. E vërtet është. Si duket kjo? Unë mendoj se do fitojmë sot, po do shkim kategori 2. Edhe pastaj do rikthehemi prapë. Po thua që mjafto vetëm të mposhtin Partizanit. Po, vetëm kjo është e rëndësishme. Herën e parë ja dolët, pasi ky është derbi i dytë i sezonit. Prap pozitiv, mund t'ja dilni. Po, mund t'ja dalim. Faleminderit. Da e mbash shallin apo? Po, da e mbash. Faleminderit ju më bash. Kënaqësi. Ermal, siç po thoja, Tirana është në vendin e fundit me vetëm 7 pikë. Partizani në fakt gjithashtu ka patur një ecëri sezonale shumë dobët, por në fakt ndeshjet e fundit ka fituar disa pikë të rëndësishme dhe është ngjitur në mesin e tabelës, kanë 10 pikë diferencë të dy skuadrat, por duhet theksuar se Tirana, e cila ka vetëm 7 pikë, deri më tani ka marrë vetëm një fitore dhe ajo fitore ka qenë në fazën e parë kundrejt Partizanit me rezultatin 3-0 për në stadiumin Air Albania. Gjithsesi, këto janë detajet për sa i përket aspektit sportiv, por me rëndësi besoj që mbetet niveli i shikueshmërisë që nuk është ai derbi që mësuar të shohim gjithmonë. Pra i thoni që pikërisht ky rezultat ose kjo situatë vjen për shkak edhe të situatës në krahasim me rezultatet që vetë skuadra ka. Ndërkohë nëse referojmë shifra më konkrete, sa tifozë pritet të jenë në stadium pak a shumë, nëse kemi një numër?
Ermal të paktën deri në orët e mesditës, nga burime kemi mësuar që kanë qenë rreth 3.000 bileta të shitura, por që gjithsesi numri është shtuar, por shumë larg asaj që gjithmonë ne kemi pritur nga derbi. Pritet jenë nga 4 deri në 5.000 tifoz në stadiumin Air Albania, që mund ta shndrojë atë në derbin më pak të ndjekur në tribunat të viteve të fundit, pasi duhet theksuar që prej hapjes së stadiumit në nëntor të vitit 2019, më kujtohet atë periudhë pas ndeshjes së Shqipëri-Francë që ka qenë ndeshje inauguruese, ka qenë derbi në muajin dhjetor ku le të themi ka shënuar edhe rekordin mbi 21.000 tifoz të mbush të pranishëm për derbin Tirana-Partizani, ishte vetëm vija ndarse mes tifozëve, por nga ai rekord sot jemi në një tjetër rekord, por fatkeqësisht jo për mirë. Dhe duhet theksuar, ti e preke një arsye janë rezultatet e skuadrave në këto momente, pasi Tirana po shkon drejt rënjes nga kategoria, edhe pse jemi shumë herë, duhet ta thënë që ende nuk ka mbaruar faza e dytë, kur janë 4 faza të kampionatit, por gjithsesi pikët e fituara, forma e treguar dhe gjithë pasqyra e kampionatit tregon se Tirana është më rrezikuara për të rënë një Partizan që prej vitesh luftonte për titullin kampion, por deri tani ka qenë në ujërat e ftohta të rënjes nga kategoria dhe vetëm në javët e fundit ka dalë prej zonës ftohtë. Qartë, Ernest, falenderoj shumë për këtë informacion të ndarë me ne. Mirë, ndërsa ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitar, do rikthehemi sërish së bashku vetëm pas pak. Jemi sërish së bashku në vijim të edicionit informativ, do ndalim tani në të tjera zhvillime. Investimet e huaja direkte në sektorin e medias do të verifikohen nga institucionet shtetërore në mënyrë që të shmanget dezinformimi apo ndikimi keqdashës nga shtetet që prej nga vijnë këto investime. Në projekt vendimin e hedhur për konsultim publik parashikohen edhe gjoba të kripura për investitorët e huaj kur nuk respektojnë kërkesat ligjore të Shqipërisë. Qeveria do të kontrollojë dhe hetojë investimet e huaja direkte që do të bëhen në sektor me rëndësi kritike për sigurinë kombëtare. Përmes një projekt rregullorie të hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, thuhet se fokusi kryesor i rregullores do të jetë kontrolli i investimeve të huaja në fushën e medias, me qëllim që të shmangen fushatat e dezinformimit apo ndikimet keqdashëse nga shtetet e huaja. Për të krijuar një balancë midis tërheqjes së investimeve dhe mbrojtjes së interesit publik, duhet të garantohet që investimet në sektorin e medias dhe informacionit të mos cënojnë sovranitetin informativ, krijojnë monopole dhe të respektojnë standardet etike dhe profesionale. Investimet në media, thuhet në rregullore, do të trajtohen me kujdes të veçantë duke siguruar kontroll kombëtar, mbrojtje ligjore dhe monitorim të vazhdueshëm, në mënyrë që paratë e huaja të mos kthehen në burim ndikimi të dëmshëm për shoqërinë apo shtetin. Përpunimi të dhënave sensitive dhe media krijojnë rreziqe për ndikim politik, propagandë apo rrjedhje informacioni. Fushveprimi i shqyrtimit të investimeve të huaja në këto sektor sensitiv është prioritar për shkak të shtrirjes së ndikimit në shoqëri dhe pasojave politike dhe ekonomike që mund të krijojë. Në nënin 3 të rregullores thuhet se investimet e huaja direkte kontrollohen në rast të një rritjeje të pjesëmarrjes në ndërmarrjet në nivelet nga 20 deri në 75% me një herë. Kjo kategori do të merret në shqyrtim që do të thotë një procedurë që lejon vlerësimin, hetimin e deri tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Në nënin 4 të projekt vendimit sqarohet se për të përcaktuar nëse një investim i huaj direkt ndikon në sigurinë dhe në rendin publik, do të merren në konsiderat nëse ky investitor është i lidhur direkt apo tërthorazi me qeverinë e shtetit të tij, duke përfshirë organet shtetërore ose forcat armatosura të një vendi të tretë. Nëse investitori i huaj ka qenë i përfshirë në aktivitete që ndikojnë në sigurinë ose rendin publik të një shteti antar të BE-s, ose nëse ekziston një rrezik serioz që investitori i huaj të përfshihet në aktivitete të palishme ose kriminale. Investimet do të hetohen nga Komiteti Ndërministror për shqyrtimin e investimeve të huaja direkte nëpërmjet njësisë përgjegjëse brenda Ministrisë së Ekonomisë. Kjo rregullore do të zbatohet fillimisht vetëm për fushën e medias, ndërsa me hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian, në rregullore thuhet se do të ketë kontroll edhe për investimet e tjera në infrastrukturën publike kritike, teknologjinë kritike dhe mallrat me përdorim të dyfisht. Përveç kontrollit të investimeve do të ketë edhe gjoba ndaj investitorëve që nuk respektojnë detyrimet. Në nenin 18 thuhet se me 5.000 euro gjobiten investitorët që nuk paraqesin kërkesën për shqyrtimin e një investimi të huaj, 10.000 euro gjob kur nuk japin informacionin e kërkuar dhe 50.000 euro nëse investitori i huaj paraqet deklarata apo informacione të rreme. Por
qoba do të jetë sa 2 fish i vlerës së investimit, nëse investimi i huaj zbatohet, pavarësisht se është ndaluar me vendim të komitetit, apo kur e merr miratimin përmes një informacioni të rrem. Edhe në Shqipëri do të lejohet prodhimi, shitja apo blerja e monedhave virtuale. Projekt ligji i ri i qeverisë hap rrugën lundrimit në tregun e aseteve digjitale me rregulla që sipas Ministrisë së Ekonomisë janë në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian. Edhe pse kanë kaluar 5 vite prej kur u miratua ligji për tregjet financiare të bazuar në teknologjinë e regjistrave të shpërndar, që i hapte rrugën edhe licencimit të kompanive për të prodhuar kriptomonedha, asnjëherë nuk u bë funksional, pasi asnjë kompani nuk u licencua për shkak të kritereve të forta apo mangësive në kuadrin ligjor. Por për t'i hapur rrugën tregut virtual të monedhave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka hartuar projekt ligjin e ri për tregjet e kriptoaseteve, i cili parashikon prodhim, blerje, këmbim dhe përdorim të kriptovalutave edhe në Shqipëri, duke ju përshtatur rregulloreve të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon të ndërtojë një kuadër të harmonizuar që do t'i mundsojë ofruesve vendas të shërbimeve të kriptoaseteve të operojnë në tregun e përbashkët evropian. Rregullat e përcaktuara në këtë projekt ligj sipas ministrisë garantojnë një mjedis konkurrues për bizneset inovative, me qëllim që ofruesit vendas të operojnë pa pengesa në tregun e përbashkët evropian, duke synuar nxitjen e konkurrueshmërisë dhe tërheqjen e investimeve cilësore. Kriptoasetet janë një prej produkteve kryesore të mbështetura në teknologjinë e regjistrave të shpërndar. Ato janë përfaqësime digjitale të një vlere ose të drejte, të cilat mbartin potencialin për të sjellë përfitime të konsiderueshme për pjesëmarrësit e tregjeve financiare. Përfshir këtu investitorët jo profesionistë të këtyre tregjeve. Përdorimi i kriptoaseteve shikohet edhe si mundësi për të fuqizuar ndërmarrjet e mesme dhe të vogla. Në rastet kur ato përdoren si mjet pagese, përdorimi i kriptoaseteve mund të rezultojë në pagesa më të lira, më të shpejta dhe më eficiente, veçanërisht për sa i përket pagesave ndërkufitare, si rezultat i uljes së numrit të ndërmjetësve të përfshirë në transakcion. Ndërsa për përdoruesit jo profesionistë që mund të jenë qytetarë të thjeshtë, është parashikuar e drejta e tërheqjes nga investimi brenda 14 ditësh nga nënshkrimi i marrëveshjes për blerjen e kriptoaseteve të ndryshme. Adoptimi i këtij kuadri ligjor ka edhe sfida të shumta, kundër më kryesoret kanë të bëjnë me stabilitetin financiar dhe me pastrimin e parave. Ndaj gjithë procesi i licencimit të kompanive të cilat duhet të jenë me shtetësi nga Shqipëria apo nga një vend i Bashkimit Evropian, do të ndiqet nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe Banka e Shqipërisë në respektim të ligjeve për të garantuar stabilitetin financiar dhe për të parandaluar pastrimin e parave. Një rëshqitje masive shkëmbore ka nxjerrë jashtë funksionit ujësjellësin e Mirditës, duke lënë pa ujë të pishëm mbi 9.000 banorë të qytetit të Rëshenit dhe fshatrave përreth. Shembja është në një terren të vështirë malor, vetëm pak kilometra nga vendburimi i ujit, dhe shoqëria ujësjellësit ka kërkuar ndihmën e ushtrisë, por gjithashtu edhe të emergjencave civile. Pamje dramatike vijnë nga Mirdita, ku masivi shkëmbor ka rrëshqitur nga mali duke dëmtuar rënd tubacionin prej Çeliku, që furnizon me ujë qytetin e Rëshenit dhe fshatrave përreth. Ky është tubacioni kryesor që sjell ujë nga ujëmbledhësi në depot e qytetit me gjatësi 85 metra. Siç shihet në pamje, tubi prej Çeliku është këputur dhe spostuar për rreth 100 metra nga linja kryesore. Zona është e paarritshme për automjetet me pjertësi të madhe që e bën ndërhyrjen të pamundur. Linja e furnizimit me ujë Bargjan-Rëshen është dëmtuar në zonën e Pjerrët malore shkëmbore, konkretisht rreth 300 metra poshtë kaptazhit të Bargjanës dhe afro 400 metra mbi hidrocentralin, që ndodhet në anë të autostradës së rrugës së Kombit. Shoqëria rajonale ujësjellësit në Lezhë, që mbulon edhe Mirditën, ka kërkuar ndihmën e emergjencave civile dhe të ushtrisë. Riparimi i tubacionit do të kërkojë përdorimin e helikopterëve dhe logjistikë të specializuar, tha drejtuesi i këtij institucioni. Është e domosdoshme ndërhyrja, por aktualisht kushtet e terrenit dhe rrëshqitjet e vazhdueshme e bëjnë riparimin të pamundur. Kemi kërkuar nga emergjenca civile dhe forcat e armatosura mbështetje me logjistikë. Shoqëria rajonale ujësjellës kanalizime bën të ditur se për 6300 banorët e qytetit të Rëshenit është gjetur një zgjidhje e përkohshme e furnizimit me ujë me orare të reduktuara, ndërsa rreth 3000 banorë të fshatrave përreth janë pa ujë të pishëm prej 3 ditësh.
Të rinë në Bulgjiz protestuan pas vdekjes tragjike të 15 vjeçarit Erion Boba. Ata bëjthirë jo vetëm drejtësi për Erionin, por edhe më shumë vëmendje ndaj të rinjve të dëgjohen, të mbështeten padyshim kërkesat dhe qëndrimet e tyre. Me pankarta në duar dhe thirrje për drejtësi, dhjetra të rinj u mblodhën në qendër të Bulqizës për të protestuar pas humbjes tragjike të Erion Bobës, 15 vjeçarit që u godit me thik disa herë nga bashkëmoshatari i tij në Durrës. Të rinjt theksuan se protesta nuk është vetëm për Erionin, por një alarm për të gjithë shoqërinë. Ata kërkuan nga institucionet më shumë masa për parandalimin e dhunës mes të rinjve dhe konfliktet që shpesh nisin në shkolla apo rrjetet sociale. Erioni u mor nga kjo botë në mënyrë më të padrejtë, nga dora një 14 vjeçari, një fëmijë tjetër, që po ashtu është produkt i një sistemi që ka dështuar t'i mbrojë të edukojë. Prandaj jemi këtu, jo për urrëtie, jo për hakmarrje, por për drejtësi për Erionin dhe për ndryshime të vërteta. Kemi mbledhur për të protestuar për rrezikun që na ka nosur neve si të rinj. Shkolla luan një rol shumë të madh, sepse po të thuash se të gjithë konfliktet ndodhin fillimisht në shkollë. Pastaj kalojnë në agravime në tema më sipër. Edhe rrjetet sociale janë bërë një problem shumë i madh për të rinjtë e sotshëm. Edhe Baria Boba e afër me familjes së viktimës, dha një mesazh për më shumë kujdes dhe përgjegjësi. Plaga jonë është vërtet shumë e njohur akoma. Ajo që ne kërkojmë është shteti, ai që duhet bëj drejtësi për Erionin, për Martin Camin dhe për të gjithë djemtë që janë vrarë pavarësisht. Ngjarja e rënë ndodhi me 25 nëntor pas një konflikti të nisur nga ofendimet e vazhdueshme në shkollë dhe komente në rrjetet sociale mes Erionit dhe autorit të mitur. Dy adoleshentët u takuan për të sqaruar, por takimi degeneroi shpejt në përplasje fizike pasi 14 vjeçari kishte shkuar me thik. Ajo është arrestuar dhe ndodhet në arrest në Burg. Pas 9 ditësh në intubim, Erion Boba nuk arriti të mbijetojë plagëve të mara dhe ndëroi jetë me 4 dhjetor. Shqipëria pritet të miratojë për herë të parë një ligj të posaçëm për kujdestarinë e përkohshme të fëmijëve në nevojë, me synimin që ata të rriten në një mjedis familjar dhe jo t'i drejtohen menjëherë institucioneve rezidenciale. Fëmijët në nevojë do të kujdesen nga familje profesionale apo dhe vullnetar jashtë institucioneve. Një fëmijë i cili gjendet përkohësisht pa kujdes prindëror, i braktisur, viktimë e dhunës, abuzimit apo trafikimit, i huaj, i pashoqëruar apo pa shtetësi, një fëmijë me prindër të dënuar apo me aftësi të kufizuara për të cilën prindrit nuk mund të ofrojnë kujdesin e duhur, shteti do të mendojë akomodimin e duhur në një familje dhe jo direkt në institucionet rezidenciale. Për të rregulluar të gjithë procesin apo përcaktuar standardet dhe mbrojtjen e nevojshme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale hodhi për konsultim publik një projekt ligj të ri. Drafti ligjor për kujdesin alternativ në familje parashikon 2 mënyra se si do të vihen në ndihmë të vegjëlve të vetëm, ndihma profesionale që do të bëhet nga familjet të trajnuara e të licencuara dhe të familjet vullnetare, që do të jenë kryesisht të afërmit. Kujdesi alternativ profesional do të shpërblehet me një pagesë mujore, sigurime shoqërore e shëndetësore, ndërsa do u njihet vjetërsia në punë. Kujdesi alternativ vullnetar që do të ofrohet nga familjar të afërt ose nga të afërm pa lidhje gjaku, të cilët do të marrin një pagesë mujore për shpenzimet bazë të fëmijës. Procedurat administratohen në nivel vendor, ndërsa aplikimet e familjeve të interesuara kryhen pranë bashkive ose online në e-Albania. Strukturat përgjegjëse kryejnë vlerësimin paraprak të familjeve, ndërsa vendimi për vendosjen dhe kohëzgjatjen merret nga komisioni shumë disiplinar i bashkisë. Më pas, njësia e mbrojtjes së fëmijëve paraqet kërkesën e gjykatit, e cila duhet të vendosë brenda 10 ditëve. Fëmijëve nga 6 deri në 10 vjeç u merret mendimi verbalisht, ndërsa atyre mbi 10 vjeç me shkrim. Të gjitha rregullat drafti thotë se përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Një familje nuk mund të ketë më shumë se 3 fëmijë në kujdes, përfshi ato biologjik apo të birësuar. Pra 2 prindër të 2 fëmijëve biologjik nuk mund të marrin më shumë se 1 fëmijë në kujdes alternativ. Në këtë rast mund të ketë përjashtim, por duhet vërtetuar interesi më i lartë i të vegjëlve. Prioritet ligji i jep vendosjes pranë një gjiri familjar fëmijëve kur janë motra dhe vëllezër me njëri tjetrin. Pas vendosjes, monitorimi bëhet çdo 2 javë gjatë 3 muajve të para dhe më pas
çdo muaj. Çdo dyshim për abuzim, negligjencë apo shkeljet e të drejtave të fëmijës raportohet më njëherë dhe në rast konfirmimi kujdestaria ndërpritet më njëherë, shoqëruar me masë administrative dhe procedim penal kur është nevojshme. Konsultimi publik tashme ka përfunduar dhe pas rregullimeve projekt ligji do të kalojë në qeveri e më pas depozitohet në kuvent. Përmbytja e nëntorit në Lezhë nuk ishte një fatkeqësi natyrore, por erdhi si pasojë e papërgjegjshmërisë së institucioneve. Konkretisht, Bordi i Kullimit dhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura nuk ndërhyjnë për të hapur kanalin në lagunën e Vajnit. Çarja e argjinaturës së lagunës së Vajinit që shkaktoi përmbytje në njësitë administrative Shënkoll, Zejmen dhe Kolç ka ardhur si pasojë e mos funksionimit të kanalit natyror që e lidh detin me lagunën. Laguna Kur e Vajin dhe Laguna e Vajinit ka naturalisht dhe të organizuar sistemin e komunikimit me detin, me një kanal prej 1,5 kilometër natyral dhe të gjerë 20 dhe 30 metra. Në qoftë se nuk funksionon ky kanal natyror dhe i mirëmbajtur, gjithmonë është agresuar. Sipas ekspertit të mjedisit dhe pyjeve Zefi Mera, i bllokimi i këtij kanali rriti presionin e ujrave lagunore, duke çuar në dëmtimin e argjinaturës. Do të tërheqim vëmendjen e gjithë specialistëve se ujit lagunor nuk ka presion. Presioni erdhi nga Drini, mos bllokimi i komunikimit lagunës me Drinin bani të mundur që të rritet presioni mbi digë, mbi bendin e saj dhe ka dëmtuar. Kjo nuk quhet tragjedi, kjo quhet një pakujdesi menaxhimit lagunës. Strukturat që kanë me menaxhuar lagunën janë treguar të pakujdesme, pa afta, jo vigjilente. Ai thekson se zgjidhja afatgjat për shmangjen e përmbytjeve është mirëmbajtja e kanaleve të ujrave të larta, atyre që komunikojnë me detin dhe lagunën, si dhe mbrojtja e pyjeve që stabilizojnë ekosistemin. Sistemimi i kanaleve të ujrave të larta, mbrojtja e pyjeve dhe rregullimi i kanaleve të komunikimit të kompleksit lagunor me detin. Administrata e zonave të mbrojtura bën me dije se problematika ishte konstatuar që në ver, kur grykderdhja natyrore ishte bllokuar nga sedimentet, duke rrezikuar ekosistemin dhe banorët. Për këtë arsye, ata i janë drejtuar 2 herë zyrtarisht Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit për të kërkuar një ekskavator për hapjen e kanalit, por kërkesa është refuzuar, me argumentin se lëvizja e makinerive të rënda kërkon miratimin nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Për këtë çështje, Report TV u drejtua edhe Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, ku në përgjigje u mbajti njëjti qëndrim, ku theksohet se procedura mbetet fezull për shkak se nuk u dha autorizim nga Ministria. Me dyshimet për shpërdorim detyre, policia ka referuar materialet në prokurorinë e Lezhës, e cila po heton shkaqjet e përmbytjes dhe përgjegjësit. Kujtojmë se më 19 nëntor, si pasojë e çarjes së argjinaturës, uji i detit vërshoi nëpër fshatra duke përmbytur 800 hektar tokë dhe 5 shtëpi, ndërsa 100 banesa të tjera u rrethuan nga uji. Fermerët pësuan dëme të mëdha në bujqësi dhe blegtori, për të cilat kërkojnë dëm shpërblim nga shteti. Kemi mbërritur në fund edhe për këtë edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Report TV. Bashkë, miru dakofshëm.